Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, ka thënë autori i librit të Sharh as-Sunnah të Imam Barbaharit rahimahullah, wal imanu bil Mesih ad-Dajjal, besimi në Mesihu ad-Dajjal. Wal imanu bi nuzul Isa ibn Maryam, dhe besimi i Ehlus Sunnetit se Isa i biri Mërjemës do të zbret në fundin e kësaj dunjaje, do të vret Dajjalin, do të martohet wa yusalli khalf al-qa'im min ali Muhammad, dhe do të falet pas Mehdiut, që është i familjes Muhamedit alayhi salatu wasalam, wa yamutu wa yudfinuhu al-muslimun. Ai do të vdes dhe do të avërosin muslimanët. Kemi folur për argumentet që flasin për Isa, për Mesihun, për Dajjalin. Sonde do të përmendim disa argumente që i përmend komentuesi i këtij libri, pra Sheikh Rabi, Allahu më shiroft. Wa amma al-hadithu fi nuzul Isa fa mutawatira aidan. Argumentet që flasin për zbritjen e Isait janë mutawatira, pra të transmetuara në transmetime të shumta. Nadhkuru minha, disa prej tyre i përmendim. Hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hadithi Abu Hurairës, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Walladhi nafsi bi yadihi", pashat në dorën e të cilët është shpirti im, "la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam", së shpejti apo pritet që të vi, pa dyshim të zbret mesin e juaj i biri Mërjemës, Isai, hakaman adla, që do të gjykoj me drejtësi. Fa yaksiru saliba, ai do ta thën kryqin, wa yaqtulu al-khinzira, do ta vret derin, wa yad'u al-jizyata, dhe nuk do ta pranon gjizjen, wa yafidu al-mal, dhe do të shumëfishohet pasuria, hatta la yaqbiluhu ahad, derisa askush nuk e pranon zakatin, sadakën, pra nga shumimi i madh i pasurisë. Hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu min ad-dunya khairun min ad-dunya wa ma fiha. Një sejdë do të jetë më e mirë se sa krejt dunjaja dhe ajo çka ka brenda saj. Pastaj e ka cituar Abu Huraira radhiyallahu anhu, e ka cituar këtë ajet: "Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Ka nga i tharët e librit që do ta besojnë Isain para se të vdesë ai. "Wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida", dhe në ditën e gjykimit do të jetë dëshmitar, Ky hadith që e përmend Sheikh Rabia është hadith akhrajahu al-Imam Bukhari, Allahu e mëshiroft. E para, do të gjykon me drejtësi sigurisht Isa i biri Mërjemës. Ardha e Isait do të vjen pas shfaqjes së Dajjalit dhe pas shfaqjes së Mehdiut. Kemi thonë, prej 10 shenjave të mëdha të kiametit është shfaqja e Dajjalit, zbritja e Isait. Disa shenja të mëdha të kiametit janë të radhitura. Radhitja atyre është tamam ashtu siç është ardhur në argumente dhe nuk kemi hapësirë për mendime të ndryshme. E para është shfaqja e Dajjalit, me të zbritja e Isës alayhis salam, shfaqja e Yejujve dhe Mejujve, dhe më tej
aty diskutohet mes dietarëve se kush vjen para tjetrës. Dhe e fundit është shfaqja e zjarrit. Por këto trija të parat janë të rraditura me argumente të qarta. Dëxhalli pra do të bën një rrëmuj të madh në tokë, do të jetë sprova më e madhe, dhe Isa alayhi salam do të zbret. Ardha e Isait në cilësinë e pejgamberit nuk do të vjen me diçka të re, por do të vjen me praktiku sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do të vjen me praktiku sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për këtë arsye, ai zbret në Damask, në xhamin që quhet që dallohet me minare të bardha. Dhe do të zbret në ato minare të bardha në xhamin e Damaskut, në anën lindore të Damaskut, dhe do t'i bën disa veprime pra të mëdha, do t'i gjenë muslimanët duke falë namazin e sabahut, Mehdiu e vren që ai është Isai dhe i thot me pri namaz, por ai thot ikameti është bërë për ju. Kjo është një shenjë e madhe që ai respekton umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Isai do ta ndëron umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe do të ndjek sunetin e të dërguarit të Allahut. Prandaj, ka ardhur argumente që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa Omerin radiallahu anhu në dorën e tij disa fletushka të pabesimtarëve në dorën e tij, ka thënë apo dyshon këtë o Ibnul Khattab, dhe ne e dim se kush ka qenë Omer radiallahu anhu. Dhe kjo është një prej argumenteve që njeriu nuk duhet t'jap vetes siguri. E mutahawwikune ente Ibnul Khattab, pra po ke dyshim Kur'anin që po lexon diç nga librat që janë tek i tharët e librit, sepse ato kanë qenë libra të falsifikuara. Pra Tevrati, Injili, Zeburi, këto janë libra të shpallura, të zbritura nga Allahu, tani nuk ekzistojnë. Dhe këtu bëhet një devijim i qartë i njerëzve, të cilët thonë që të gjitha librat sot, pra janë libra të shpallura dhe libra të shenjta. Vetëm Kurani sot është libër i shenjtë. Të gjitha libra, Kurani është musaddiqan lima bayna yadayhi, i vërteton librat e mëhershëm. Librat para ardhes Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kurani vërteton që Tevrati është libër i shpallur, por e sqaron që është libër i falsifikuar tani më. Është falsifikuar. Injili po ashtu, Zeburi po ashtu. Ne i besojmë zbritjen e tyre, por njëkohësisht e besojmë që tani ato më nuk ekzistojnë. Vetëm Kurani është i garantuar deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë law kana Musa hayyan, sikur t'ishte Musa i gjallë, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani, nuk do të gjente ai rrugë tjetër posa që të më do të pasonte mua. Pra, edhe Musa po t'ishte gjallë do të pasonte Muhamedit alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salam po t'ishte gjallë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të pasonte Muhamedit alayhi salatu wasallam. Pra s'ke çka shiqon diçka tjetër, mjafton Kur'ani. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam na qartëson që kur vjen Isa ibn Maryam në akhir ad-dunya, akhir az-zaman, fund të dunjas, ai do ta ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do të thonë, kjo tregon peshën e madhe të sunetit. Pejgamberët do të ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, duken rrugën e sunetit. Kush jemi ne të mos e ndjekim? Kjo është një prej argumenteve më të qarta që sa i rëndësishëm është ndjekja e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çfarë do të bën Isa ibn Maryam? Hakaman adlan, do të jetë i drejtë, gjithsesi, feksir as-salib, do ta thën kryqin. Feksir as-salib, do ta thën kryqin. Wa yaqtulu al-khinzir, do ta vret derin. Wa yada'u al-jizya, dhe nuk do të pranohet gjizja. Çka do të thotë gjizja? Gjizja është deri para ditës së gjykimit, deri në ardhin e Isait. Është rregull, Islam. Pa besimtarët, qofshin ata krishterë apo hebrej, qifut, nëse ata nuk e pranojnë Islamin, dhe ushtria muslimane ka fuqi të qartë mbi ta, pra e çliron një qytet apo një shtet dhe
të gjithë krishterët dhe hebrejt janë ata të cilët janë nën ushtrinë muslimane, nën urdhat e muslimanëve. Pse ata janë krishterë edhe pse ata janë jahudi dhe nuk e pranojnë islamin, nuk duhet vriten, por duhet me dhonë gjizjen. Duhet me dhonë gjizjen. Pra, kjo është rregull deri në kohën e zbritjes së Isait. Kjo është rregull deri në kohën e ardhjes së Isait, alayhi salam. Që do të thotë se mashtruesit e historisë komuniste i kanë mashtruar njerëzit në vendin tonë, trojët shqiptare, që neve na u ka detyru pranimi i fesë islame nga ardhja e muslimanëve këtu. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Se nuk është rregull islam. Gjihadi gjithsesi. Gjihadi është me përhap fenë. Por ju ai që nuk e pranon islamin me vra, kjo nuk është e vërtetë. Kush e ka vra? Kush e ka vra? Omerin radiallahu anhu. Kush është ai i cili e ka vrarë Omerin radiallahu anhu? Ebu Lu'lu el-Majusi. Ebu Lu'lu el-Majusi, një njeri që nuk ka qenë musliman. Ka jetuar në Medinë, ka ardhur ka punuar te Mughir ibn Shu'ba. Dhe kur e ka thirr, sepse ai ka qenë nga Persia dhe xhelozia e urrejtja e madhe që ka qenë për Omerin ka qenë shumë e madhe, se është ka ana e Persia bëhet fjalë territori i Iranit sotëm. E deri në Rusi, në atë territor kanë pas Persët, do të thonë superfuqi e madhe, dhe përhapja e islamit është bën kohën e Omerit më të madhe. Urrejtja e madhe e persëve atyre pabesimtarëve për Omer radiallahu anhu ka ardhur në një pikë derisa ky Ebu Lu'lu el-Majusi e ka vrarë Omer radiallahu anhu. Ku ka jetuar në mesin e muslimanëve. Pra, sikur të ishte kusht që o je musliman ose të vritë, do ta kishin vrarë mesin e muslimanëve Mughira, Gulam el-Mughira, djaloshin e Mughirës. Për këtë Omeri ka thonë, kush është ai që më vrau, që më goditi, që më plagosi, se për plagëve më tej ditë mas 2-3 ditë ka vdek Omeri radiallahu anhu. El gjizjetu, pra me dhonë një pjesë të pasurisë, kjo njihet botërisht. Edhe në kohën e khalifeve Emevit, Abbasit e kështu me radhë, ata që nuk e kanë pranuar islamin, kanë mbetë në fenë e tyre, në konfesionet e tyre, por ky rregull i gjizjes ka dhe argument nga Kurani që e qartëson gjizjen, bila ahkam ehl dhimme, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka një libër rregullat ehl dhimme. Atyre që jetojnë mesin e ehl dhimme janë krishterët apo jehudit të cilët jetojnë mesin e muslimanëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e vret një dhimmi, qof krishter apo hebrej mesin e muslimanëve, kur i është dhënë besa atij, nuk ka me shiu, nuk ka me ndje aromën e xhenetit. Nuk ka me ndje aromën e xhenetit. Kanë ardhur edhe muahed, edhe ai që nuk jeton mesin e muslimanëve, mirë po shteti musliman ka marrëveshje me një shtet tjetër jo musliman. Kanë marrëveshje, paqe, që të mos kenë luftë, dhe nëse vritet ai pa besi, atëherë nuk do ta shjon aromën e xhenetit. Që do të thotë se gjizja është deri në ditën e gjykimit. Por kur zbret Isa alayhi salam, i dërguar i Allahut, kur zbret Isai, të cilët krishterët thonë ky është Zoti ynë, apo jehudët të cilët thonë ne e kemi vrarë Isain, qartësohet, edhe pse është e qartë për muslimanët. Mirë po Allahu ka thonë wa in min ahlil kitabi. Një pjesë e ahlul kitab, pra krishterët, një pjesë e krishterëve do ta besojnë Isën alayhis, do ta besojnë të vërtetën, para se të vdesë ai. Atëherë nuk ka dy rrugë. Nuk ka për të zgjedhur ose gjizjen ose islamin, por ka vetëm islamin ose shpatën nga ana e Isës alayhis salam. Kjo do të ndodhë që ose me u bë besimtar kur zbret Isa ibn Maryam,
Po edhe kjo pjesë e shariatit, sepse ai do të ndjek atë që ka njoftuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Fayaksuru as-salib, do ta them kryqin, wa yaqtulu al-khinzir, për kënd ne po themi e them kryqin, ai robi i Allahut që është bë padrejtësia atij dhe është bë padrejtësia Allahut, është shpifur për të. Është shpifur për Isajin, është shpifur për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj dhe është meritor që ai në akhir zaman ta shkatron një besim të gabuar. Besim të gabuar. Edhe në ditën e gjykimit do të dëshmon se ai kur ti thuhet atij ti ke thonë që të marrin për Zot, ka thonë larg asaj, pastër je o Zoti im, që une ty të mveshi diçka të tillë. Takadu samawati yatafattarna minhu. Po thuaj se nga kjo fjala që Zoti ka djalë, apo Isai është djali i Zotit. Po thuaj se qiejt shkatrohen dhe toka dhe malet thërmohen dhe toka qahet kur dëgjojnë këtë fjalë të ndau lirrahmani walada. Laqad ji'tum shay'in idda, keni thoni fjalë të poshtër të keqe. Isa ibn Maryam do të zbret në akhiruz zaman. Wa yafidu al-mal. Aq shumë do të ketë drejtësi sa që njerëzit nuk do të kenë mundësi, dhe kjo është peshenjave të kiametit do të ndodhë, peshenjave që përsëritet. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit vetëm 2 vite ka udhëhequr Omer ibn Abdulaziz rahimahullah, vetëm 2 vite ka pasur në udhëheqësi perandorin e me vite, dhe aq shumë i ka dhënë Allahu bereqet, sa që njerëzit nuk kanë pas kujt japin pra sadak. Ka shtu Allahu bereqet. Kohën e Omer ibn Abdulazizit radiallahu anhu. Ka qenë njëri i drejt. Wa hadith Jabir, po ashtu ka ardhur hadithi Jabir, që është Muslim, thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: La tazala ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirin ila yawm al-qiyamah. Do të vazhdojë një grup nga ummeti im që luftojnë të vërtetën haptas deri në ditën e gjykimit, që janë të vërtetën. Qal, pastaj ka thënë: Fayanzilu Isa ibn Maryam, ka thënë pejgamberi sa tu, Fayanzilu Isa ibn Maryam. Do të zbret Isa i biri Maryamës, fa yaqul amiruhum, dhe do t'i thot prisi i tyre i muslimanëve: Ta'al, eja, salli lana, falna neve namazin. Mehdiu. Fa yaqul la, do thot jo. Inna ba'dakum ala ba'di umara, takrimatullahi ala hadhihi al-umma. Pra ju keni një pris, dhe këtë është ndërim i Allahut për këtë ummet. Po ashtu ka një transmetim tjetër që e përmend Imam Buhari: Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Si do të jetë ajo gjendje kur do të zbret Isa dhe prisi juve është një imam i juve. Pra është imami është nga ana juve, nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është Mehdiu. Te fjala Allahut: Wa in min ahli al-kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautih. Ka nga i tharët e librit që do ta besojnë atë Isain para vdekjes së tij. Qala, komentatorët e kanë përmend që bëhet fjalë për Isain, pra. Ajeti nuk e ka përmendur tekstualisht në këtë rast që do ta besojnë Isain, po atë do ta besojnë para vdekjes së tij. Dhe komentuesit janë ata cilët e qartësojnë se ky ajet bëhet fjalë për Isain. Ka thënë Ebu Sa'id: Qala qabla mauti Isa, inna Allah rafa'a ilayhi Isa, Allah ka ngritur Isain, wa huwa ba'ithuhu qabla yawm al-qiyamah. Ai do ta kthejnë tokë para ditës së gjykimit. Maqaman yu'minu bihi al-birr wal-fajir, që do ta besojnë i miri dhe i keq. Pra do ta besojnë Isain e sa. Fa akhbar Allah, thot Sheikh Rabi Allah mëshiroft, fa akhbar Allahu annahu lam yakun al-amru kadhalik wa inma shabbaha lahum.
Pra çështja në lidhje me Isajin nuk ka qenë ashtu siç e përshkruajnë këto dy konfesione. As ata që thonë që e kemi vrarë Isajin, që janë çifutët, dhe as ata që thonë është kryqëzuar. Wa thumma innahu rafa'u ilayhi, pastaj ka ngritur Allahu në qiell, wa innahu baqin hayyin. Hayy. Isai është i ngritur në qiell, ai është i gjallë. Por nuk është i gjallë sikur ne që jetojmë, por Allahu e lën në gjendje deri në ditën e gjykimit. Wa innahu yanzilu qabla yawm al-qiyamah, ai do të zbret para ditës së gjykimit. Kama dallat alayhi al-hadith al-mutawatira, siç kanë ardhur argumentet të ndryshme, hadithet të transmetuar në forma të ndryshme, të shumta. Pastaj hadith khuruj al-Mahdi. Shekhi ka përmend po ashtu argumentet që flasin për zbritjen e Mehdiut fi akhir az-zaman. Qala at-Tirmidhi rahimullah fi sunanihi, Imam Tirmidhiu në sunenin e tij e ka një titull ku thot babu ma jaa fi al-Mahdi, argumentet që kanë ardhur në lidhje me Mehdiun. Transmetohet ku pejgamberi alayhis salam ka thënë la tadhhabu ad-dunya, nuk ka me përfundu dunjaja, la tadhhabu ad-dunya, pra s'ka me përfundu kjo dunja, s'ka me arfundi kësaj dunjaje, hatta yamliku al-arab rajulun, derisa arab do t'i udhëheq, rajul min ahli beyti, një njeri që është i familjes time, yuwati ismuhu ismi, emri ti do t'jetë si emri im. Apo ka në argumentet ndryshme që përshkruhet që emri ti, fisi ti, gjitha i përgjigjen pra që ai do të jetë nga fisi Quraysh, nga përjardhja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu ka nga Abu Huraira, i cili ka thënë law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun, sikur vetëm një ditë të mbetet e kësaj dunjaje, vetëm një ditë ka mbetë dhe më ndodh dita e gjykimit. La tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yali, do ta zgjat Allahu këtë ditë derisa të shfaqet Mehdiu. Derisa të shfaqet Mehdiu. Po ashtu kanë ardhur argumente ku pejgamberi alayhis salam ka thënë inna fi ummati al-Mahdi, në ummetin tim do të del Mehdiu. Pra ai ka emrin Muhammed. Nuk e ka Mehdi, po Mehdi është përshkrimi. Ai është Muhammed ibn Abdullah. Muhamedi biri Abdullah, do t'i përgjigjet emri ti, emrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, emri babait ti, sikur emri i babait pejgamberit alayhis salam. Dhe ai shfaqja e tij do të jetë në Mekka. Dhe ai nuk do ta kuptojë se është Mehdiu, derisa do t'i afrohen njerëzit rreth tij. Dhe ja afrohen nga devotshmëria që e ka. Për këtë Gjuhejmani ka qenë para mos gabosha afër 40 vite, ose më shumë ose më pak aty diku. Gjuhejmani ka qenë një njeri i devijuar me idet xhavarixhe. Dhe ai ka prezantuar edhe në ligjratat e Sheikh Albanit rahimullah, atë botë kur ka qenë në Medinë Sheikh Albani 3 vite. Dhe ai ka bënë një skandal shumë të madh. Ai ka pretenduar që është Mehdiu. Dhe ka marrë një grup njerëzish. Kanë shkuar në Mekë dhe janë armatos, kanë hyrë në Mekë. Sheikh Subejli, Allahu më shëroft, ka vdek para disa viteve. Ai ka qenë imam në Çavë, ka qenë imam Sheikh Subejli. Gjuhejmani ka shku edhe i ka thonë një Mehdiu largo pikë këtu. Edhe është largu Sheikhu. Kanë lorë me dalë edhe dalë. Armatimin e kanë shtinë në Mekë, i kanë bo tabutat sikur i fusin xhenazet edhe kanë mush armatim. Njerëzit kanë menduar që janë xhenaze, për m'ia fal namazin xhenazë. Ata në atë mënyrë kanë shti armatimin. Dhe pastaj njerëzit i kanë marrë peng, edhe kanë thonë me u besatu.
pra me ia dhon besin se është Mehdiu. Është dhënë alarm, domethënë, e kanë shfaqja atyre ka qenë shqetësim. Pastaj e kanë rrethu ushtria Mekka. Haremin e kanë rrethu policia dhe kanë marrë altoparlanta dhe i kanë thirrë me u pendu, me dalë, me kërku falje, mos me vrakon. Gjitha ato janë pralla dhe mashtrimet pasuesve të bidatit, ka lloj-lloj tregimesh ku nuk ta merr mendje çfarë shpifin për ngjarjen dhe historinë e kësaj, që mos me bëu gjakder dhe domthon aq dëgjon njëri budallaqe saqë thonë që kanë shti francezë kanë kërku ndihmë prej francezëve, kanë mushuj, kanë fut rrymen për myt mos me bëu gjakder. Kësi lloj budallaqesh dëgjojnë njëri kur konfirmon lajmet edhe kur singon njerëz të dijes. E vërteta është se aty me snajperista, domethënë, dhe me fetvat Sheikh bin Bazit, edhe me këshillat Sheikh bin Bazit, ju kanë drejtu atyre, me lanë armet dhe me lëshu aty. Momentin kur u vra Gjuhejmani, momentin kur vra ata, domethënë, aty kanë kuptu, thonë ata pasues të tij, Gjuhejmani, kur e kem pa vrasin e Gjuhejmanit, e kem kuptu se ky nuk është Mehdiu. Atë shumë i ka mashtru. Ka qenë një fitnë e madhe, ka qenë një sprovë e madhe. Pastaj, atë botë, shteti edhe nuk e ka njohur mirë Sheikh Albanin. Derisa më vonë kanë kuptuar që Sheikh Albani, se çdo kush që ka pas lidhje me Gjuhejman, ai ka marrë pjesë në ligjëratat e Sheikh Albanit dhe në një aspekt, në një formë i ka bë pak dëm Imam al-Albanit rahimahullah. Por jo deri në atë mënyrë që me pas shteti mendimet gabuara për Sheikh Albanin, mirë po, me kalimin e kohës e kanë kuptuar që Sheikhi ka qenë i pastër në lidhje me Gjuhejmanin, ku e kanë kuptuar qëndrimet e Imam al-Albanit rahimahullah. Po thuhet, Allahu alam, thuhet që një prej shkaqeve që Sheikh Albani më nuk ka vazhduar në Medinë si profesor, ka qenë edhe ndërlidhja me Gjuhejmanin. Thuhet, po këto Allahu alam duhet kur e kanë pyet Sheikh Abadin, thuaj se e ka mohuni gjatë tillë. Sheikh Abadi ka thonë çdo vit ja kem dërgu vizën Sheikh Albanit, edhe më nuk ja kem dërgu. Kaç, nuk e ka zgjat Sheikh Abadi më shumë lidhje me Sheikh Albanin rahimahullah. Por më tej në fund të jetës dihet që afër 300 miliard shteti i Saudis ja ka dhënë dhurat Imam al-Albanit për kontributin e tij në hadith. Dhe me gjas pa i marrë atë çmim ka vdek Sheikh Albani, Allahu më shëroft. Se i kanë thonë e kanë pyet për këto, ka thonë do nuk kom nis sikur ju. Më thonë ja kanë dhënë shpërblim për në hadith, kontributin e tij në hadith. Por për shfaqja e Gjuhejmanit, pretendimi i tij që është Mehdiu ka bërë një dëm shumë të madh në Mekë. Pra është bërë gjakdere dhe janë vra ata. Dhe janë vra me të drejtë, sepse ata kanë qenë njerëz të armatosur. Prandaj Mehdiu, që ka në argumente, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, yakunu fi ummati al-Mahdi, në ummetin tim do të shfaqet Mehdiu, in qasr fa 7 wa illa fa 9. Nëse rrin më pak, e pakta do të jetë 7 vite. Më gjata do të jetë 8 vite. Pra, për 8 vite, për 9 vite, do të ndryshon dunjaja. Ai do të gjykon me shariat, ai do të gjykon me drejtësi, ai do të thëtë në tauhid, në sunna. Dhe ata të cilët thonë që nuk do të ketë xhihad deri në kohën e Mehdiut, apo Mehdiun e presin për ata në mënyrë të gabuar, se ne nuk e dim kur shfaqet Mehdiu. Xhihadi mbetet deri në ditën e gjykimit, kur ti plotëso kushtet. Dhe me thonë, mendimi apo bindja që nuk do të ketë xhihad apo nuk do të ketë fitore të muslimanëve deri në kohën e Mehdiut, është krejtësisht koncept i gabuar. Ne nuk e dim kur shfaqet Mehdiu. Ajo është prej shenjave të Kiametit. Ne nuk e dim. A janë shfaqur shenja të vogla? Gjithsesi janë shfaqur shenja të vogla. Se shenjat e vogla të Kiametit janë 3 lloje. Ka shenja të vogla që kanë ndodhur dhe më nuk përsëriten. Për shembull, ardha e Muhamedit sa më shenja e Kiametit. Ajo nuk përsëritet më. Shenja e Kiametit të cilët kanë ndodhur dhe përsëriten.
vrasje të shumta, zinaja, alkooli. Këto janë vrasje, këto janë shenjat që kanë ndodhur dhe ndodhen dhe përsëritën. Dhe janë shenjat vogla që ende nuk kanë ndodhur. Janë shenjat vogla që ende nuk kanë ndodhur. Për shembull, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk do të ndodhë kiameti derisa gadishulli arabik do të çndrohet në lumen. Do të rikthehet në lumen edhe në gjelbrim. Thot Sheikh Fozani, Allah ruajt, thot kjo është argument që gadishulli arabik, toka që është me shkretetirë sot, ka qenë e gjelbërt. Ka qenë e gjelbërt. Se fjala në hadith do të rikthehet në lumen dhe në gjelbrim, kjo tregon që ka qenë më herët gjelbrim. Për shenjave të kiametit, vogla që ende nuk kanë ndodhur, pra është edhe kjo. Apo për shenjave të vogla që ende nuk kanë ndodhur, është kur do të shfaqet një kodër me ari. Pra do të luftojnë. Se kush 99 do të vdesin, një do të shpëtoj. Aq luftë e madhe do të bëhet për atë ari, për atë pasuri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hapshen se kur të vjen ajo kohë mos u merrni me atë pasuri, mos t'ju mashtrojmë me pasurisë, është afru kiameti. Dhe kjo ende nuk ka ndodhur. Por Mehdiu do të shfaqet, ndërsa Mehdiu tek Rafidhat, të Shiat, ato janë pralla dhe iluzionet e tyre dhe nuk kanë bëjmë me realitetin. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, El-Mehdiu minna ahlul bejt. Mehdiu është nga ne, familja jonë, ahlul bejt. Yaslihahu Allahu fi lejla. Brenda një natë Allahu do ta përmirëson umetin. Do ta përmirëson umetin. Wa ahlu sunna yu'minuna bi anna hunaka mahdiyun yakhruju fi hadhihi al-umma fi akhir az-zaman. Ahlu sunneti besojnë se në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të shfaqet një njeri, do të shfaqet në këtë umet në akhir zaman Mehdijen, njeri që udhëzon të drejtën, yamla'u ad-dunya, mbushet dunjaja me drejtësi, kama muli'at jawran, ashtu siç është e mbushur me padrejtësi. Wa anna hadha al-Mahdi min ahli al-bayt an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky Mehdiu është nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu yuwafiqu ismu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij është sikur emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Wa ismu abihi yuwafiq ismu abi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhe emri i babait i përgjigjet sikur emri i babait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. فهذا المهدي بهذه الصفات يؤمن به أهل السنة. Pra me këtë përshkrim që e bojnë hadithet, me këtë përshkrim ne e besojmë ne ehli sunneti. فهذا المهدي الذي دلت عليه لا حديث. Ky Mehdiu që përshkruhet në argumente, la yu'minu bihi ash-Shia. Shiat nuk e besojnë. Për çfarë? Sepse ata shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët i kanë sjellë këto hadithe, ata thonin këdhabin, janë mashtrues, janë gënjeshtar. Domethënë i shfuqizojnë hadithet që flasin për Mehdiun, sepse ata i akuzojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, tani kalojmë një pjesë tjetër. Imam al-Barbahari rahimahullah shkurt dhe këtë pjesë do përmendim, wal imanu bi anna al-imanu qawlun wa amal. Pjesë e besimit ehli sunna, akides ehli sunna wal jamaa, akides ehli sunna është besimi se imani është fjalë dhe vepër. Bi anna al-imanu qawlun wa amal. Imani është qawlun wa amal, fjalë dhe vepër. Wa niyya wa isabah, dhe me njetë, wa isabetun, jezidu wa yanqus, ajo shtohet dhe paksohet. Jezidu ma sha Allah, wa yanqus hatta la yabqa minhu shay. Dhe paksohet derisa shtohet sa don Allahu nga imani i jashtë robit, imanin, dhe paksohet sa që nuk mbetet asgjë. Sa i përket imanit, akides ehli sunna,
Imani pra është bindja me zemër, është shqiptimi me gjuhë dhe vepra. Shtohet dhe paksohet. Kjo është imani. Çka është definicioni i imanit? Sepse është ngulitën të njerëzve, unë jam besimtar, unë besoj shumë. Pra kur i marrin pyetje, unë jam besimtar, në mënyrë të vazhdueshme, unë jam besimtar, thotë. Ti nuk je besimtar nëse s'ke vepra. Shifni pra kur i marrin pyetja, je fetar, thotë, unë jam besimtar. Nuk je besimtar, sepse besimi ka 3 kushte: bindja me zemër, shqiptimi me gjuhë dhe vepra. Për ta marrur shembull të qartë, janë dietarë thonë 2 buzë dhe gjuha. Del shprehja imani. Pra, nëse i ki 2 buzë, po se ki gjuhën, s'mundesh me fol. Dhe anasirtës. Pra janë 2 buzë dhe gjuha. Kjo është imani. Bindja me zemër, shqiptimi me gjuhë dhe vepra. Fel murgji'atu tawaif. Murgjit. Ne selefit e ehli suneti në këtë zaman që na quajnë rebjot, sa ne na akuzojnë shumë me këtë term. Ne na akuzojnë se jemi murgji. Manën mend këtë. Në veçanti xhavarij tekfiriun. Pra ne thonë rebjot se janë murgji. Murgjia. Dhe tu na bojnë padrejtësi shumë madhe, sigurisht. Nuk jemi murgji. Arsyeja pse na thonë murgji vetëm se si kem përkra veprime terroriste. Këta manen mend. Edhe ta keni qartë. Arsyeja pse neve na quajnë murgji është se ne nuk i kemi thonë vetvrasjeve xhihad. Dhe ata thonë e mohojnë ta. I mohojnë veprat. E mohojnë xhihadin. Nuk e mohojmë xhihadin. Madje në shumë raste ne mbrojmë xhihadin, ata luftojnë xhihadin. E mohojnë xhihadin. Pra, el murgjie, kush janë murgjit? Ata të cilët janë 2 lloj murgji. Murgjietul fuqaha edhe murgjietul ghulat. Murgji ekstrem edhe murgjietul fuqaha. El ghulat, murgjit ekstrem janë ata të cilët thonë imani është vetëm el ma'rifa. Veç me njoftë që Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut, ti je besimtar. Këta janë xehmia. Pra, ai që ka në bindje, që ka më ndodh vita gjykimit. Te këta gulat el murgji, ekstremistët murgji, ti je besimtar. E beson bindshëm që ka me lajke, ti je besimtar. Vetëm njohja, vetëm njoftë. Wa hadha dalal, pa dyshim kjo devijimi i qartë. Pse? Sepse Firauni mu'min, po Iblis mu'min. Sipas saj edhe Iblisi është besimtar. Iblisi e ka pas qartë që Muhamedi është i dërguar i Allahut. Edhe Faraoni e ka ditë vërtetën. Lianhum kullum ya'rifun Allah. Të gjithë kanë njohur Allahun. Por nuk e kanë besu. Dhe murgjietul fuqaha, pra e kuptu të njerë, murgjit janë ata të cilët thonë iman, besimi është vetëm, murgjit ekstrem thonë imani është ata vetëm njohja. Këta janë murgjit ekstremist. Dërsa fuqaha, shumica e murgjive, ata fuqaha të cilët quhen el imanu wa tasdiq. Fa tasdiqu bil qalb wa qawli lisan. E kin bindje dhe shqiptar me gjuhë. Pra, kjo mjafton që je musliman. Mjafton që je besimtar. Dhe thonë nuk shtohet imani as nuk paksohet. Njëherë bosh musliman, e ki imanin e plotës, të pësohet imani. Dhe të dyja janë, edhe kjo është gabim. Edhe kjo gabim. Bindja ehlu sunneti wal jamaa, dhe këtu dallohen ata që nuk kanë lidhje me irxha. Pra, jemi të pasën nga që na akuzojnë. Ne kemi bindje që imani është bindja me zemër, shqiptimi me gjuhë dhe vepra është iman. Të trija. Shtohet dhe paksohet. Shtohet me veprat mira dhe paksohet. Allahu a ka emërtuar veprën ndërkuar në Kur'an? Po. Çfarë thot Allah? Allahu sama iman as-salata imana. Allahu namazin e ka quajtur iman. Pra, shumë argumente në Kur'an e qartësojnë që vepra është edhe ajo iman. Allahu ka thonë, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanahu. Allahu nuk ka mja humb juve imanin.
Këtu të kjo fjalë nuk ja humb juve imanin për çka ka qëllim. Nuk ja humb namazin. 18 muaj muslimanët janë falë, pasi u bë obligim 5 kohë të namazit, 18 muaj, po 17 mos gabofsha saktësisht. Musliman janë falë drejtim të Kutsit, Jerusalemit. Pra është bë obligim namazi. Mas së pari, ku bë obligim namazi, natën e Mirajit, nuk kanë qenë musliman të obligu më falë drejtim Qabës. Apo, për 17 muaj, resht, janë falë musliman drejtimin e Kutsit, Palestinës sotme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashuria e madhe për Qabën, ka pas dëshirë dhe në mënyrë të vazhdueshme ka shiqur drejt qiellit, mos pi vjen shpallja, për me u drejtu musliman ka kibla, ka Qabja sot. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa. Allahu thot kuptimi i ajetit. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa. Ne shohim se ti ke drejtu fytyrën drejt qiellit. Fa nuwalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Pastaj kanë zbrit ajetet që duhet drejtohen muslimanët me pa namazin ka Qabja, ka kibla. Dhe koha i kindis ka qenë namazi i cili, koha kur kanë zbrit ajetet, kanë qenë namaz në kibletejn. Kanë qenë disa musliman duke falë namazi i kindis, dhe një musliman ju ka thonë që tani është bë obligim namazi mu drejtu ka Mekka. Dhe ata kanë qenë namaz dhe ju ndrytu gjatë namazit. Në atë xhami, për këtë quhet xhamia 2 kiblave. Se kanë fillu namazin nga Jerusalemi, pastaj e kanë përfundu ka namazi, ka drejtimi i kiblës. Qa kanë thonë pabesimtarët? Jahudit kanë thonë në Medina, na nuk e pranojmë këto. Na nuk e pranojmë, ka thonë ta. Vesh mu drejtu, qësh si po drejtojë ju, herë andej, herë kënej. Munafikat kanë thonë, tani po ktheheni ka Qabja, po namazi si u pranohet atyne që kanë vdek, sahabet që kanë vdek, para si mu falë ka drejtimi i Qabës. Allahu ka zbrit ajet dhe thot, wa ma kana Allahu, dhe Allahut nuk i përket, li u dhija imanakum, që t'ja humb juve imanin, namazin. Pra, namazi është përshkruar në Kur'an si iman. Po ashtu edhe argumente tjera ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, alladhina idha dhukira Allahu, ata të cilëve ku t'ju përmendat Allahu, wajilat qulubuhum, ju rënqethen zemrat, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, kur t'ju citohen vargjet e Kuranit ju shtohet imani. Alladhina yuqimuna as-salah, ata që falin namazin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe ata të cilët e apin zakatin, e apin sadak, çfarë thot Allah? Ulaika hum mu'minun haqqan. Këta janë besimtarët e vërtetë. E ka qartësu Allah në Kur'an, që atyni që shtohet imani, që ata që kanë zemër iman, dhe që ata që kanë, edhe ata të cilët kanë vepra, namaz, zakat, këta janë besimtarë. Jo ata që përshpëritin vetëm me gjuhë. Prandaj, thot edhe është edhe një fraksion tjetër që quhen el-kerramije. Kerramit thojnë, shqiptimi me gjuhë mjafton të je besimtar. Haulaj min firqa al-murji, edhe këta janë grupi murgjive. Inna al-iman huwa an-nutqu bil-lisan, thonë mjafton me shqiptu me gjuhë, ti je musliman, je besimtar. Thuaj shahadetin, a ki në zemër aski, nuk ka rëndësi. Por, thot Sheikh Rabi Allah më shoft, idha ja'aka al-munafiqun, ajeti u shfuqizon këtë devijim. Çfarë thot Allahu? Idha ja'aka al-munafiqun, kur t'ju vinë ty pa hipokritët, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dhe thonë, pasha Allahun ti e dërguari i Allahut. Munafikat vinë dhe thonë, ne të besojmë se ti e dërguari i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allahu e din që ti e dërguari i tij. Wallahu yashhadu, Allahu dëshmon, innal munafiqina lakadhibun. Dëshmon se hipokritët, munafikat janë gënjeshtar. Pra, s'ka iman. Nëse s'ka në zemër, shqipto sa dush. Prandaj, kjo është mesatarja. Mesatarja. Ehlu suneti çdo është mesatar. Si në çështjet e imanit, si në çështjet ibadete të ndryshme,
është mesatar. La ifrata o la tafrit, la ghulu o la gjefa. Pra aska teprim, aska paksim. Duhet me qenë mesatar. Kjo është e person të sallallahu sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.